Bisedimet me Shtetet e Bashkuara, Reuters, lideri suprem i Iranit thotë se uraniumi i pasuruar duhet qëndrojë në vend. Udhëheqësi suprem i Iranit ka lëshuar një direktivë që uraniumi i vendit, i cili është pothuajse i përshtatshëm për armë, nuk duhet të dërgohet jashtë vendit anë dy burimet e larta iraniane, duke forcuar qëndrimin e Teheranit ndaj njërës prej kërkesave kryesore të Shteteve Bashkuara në bisedimet për paqe. Urdhri i Mojtaba Khameneit mund të frustrojë më tej presidentit Donald Trump të ndikojë te bisedimet për të dhënë fund luftës SBA-Izrael kundër Iranit. Zyrtari izraelitik than Reuters se Trump e ka siguruar Izraelin se rezervat e uraniumit pasuruar të Iranit nevojshme për ndërtuar një armë atomike do të dërgohen jashtë Iranit dhe çdo marrëveshje paqe duhet përfshijë një klauzulë për këtë. Kryeministri Izraelit Benjamin Netanyahu ka thënë se nuk do konsiderojë luftën e përfunduar derisa uraniumi i pasuruar të hiqet nga Irani. Teheranit ndërpres mbështetjen për milicit të ndërmjetësuara dhe të eliminohen aftësitë e tij të raketave balistike.